Agim Pllashniku, mirë se erdhe në magazinën e Radio Dukagjinit. Përshëndetje për ju dhe për mysafirët e ju Dukagjinit. Respekt. Zotri Pllashniku, fillimisht si ndiheni, jeni lodhur shumë, një udhtim i gjatë së mbi 260 kilometra në këmbë? E vërtet është një udhtim ka qenë shumë i lartë, po kjo iniciativa pa ne jemi për me marrë këtë iniciativë, për me dhënë një shembull që jena në gjendje dhe ka me me mbrojt që ata që na kanë udhëheq luftën e USHK-s lavdërshme. Si na përshkruaj si ka qenë rrugtimi, na trego si ka qenë rrugtimi, u lodhe shumë, pate pauza a ke pas mundësi me pushu rrugës? E kom pas ka 2 orë, se unë kom këtu edhe gjatë natës, se më kam përcjell edhe policia e Kosovës, se më përcjell edhe shtetit shqiptar kom qenë. Kështu që veç 3 pushime i kom pas. Sot kom rri dikun në ora 10:30 te komandanti jonë legjendar të shtatoria, se ashtu edhe kur jam nis për Zahir Pajazitës shtatorës, e kom dhënë fjalën që kom me mërri. Dëshira jam më kon me mërri në ora 10 qysh jam nis për Zahiri e të në Koks, ku kom mërri në ora 10 e radio televizioni jonë legjendar që na ka përcjell gjithmonë gjatë luftës, dhe populli jonë shumë bujar i Koksit edhe krejt Shqipërisë, edhe po në ora 10 jam hi në sheshin e Shqiponia në Tiranë, edhe mu ka besu dëshira si me hi në ora 10 për mendorja dhe mjasharit a kona e gati njësaj, edhe kështu tash dëshop shumë të mirë që kam pas babalartë në luftu që kësë bashkë me neve, edhe këta kanë kontribu. Janë dalëm kam pritë edhe përshkojna për një kafe, se unë e krejt robat e ushtërisi kam të lagë në janë, kështu që faleminderit edhe për ju. Po, patjetër. Edhe një pyetje kam, Agim, të lutem. Sigurisht ke pas mundësi që ti takosh qytetarët edhe rrugës. Si ka qenë reagimi i tyre kur të kam pa që po e bën këtë sakrificë? Unë po të regoj, ka qenë reagime shumë i mirë, edhe mes radio televizionit ju, pe falenderoj. Si pe Prishtinës që jam nis, e kum kalu kufinim të Kosovës, do me thonë edhe kur jam hi në Koks, më ka pritë radio televizioni Koksit, dhe më ka përcjell edhe krejt njerës me për rruga autostradë, se une gjithë rrugën e kom bërë në për autostradë, unë kam për shëndet, edhe njëherë mes kësaj lidhjes të Radio Dukagjinit, po du mi falenderu të gjithë, ata që më kanë ndihmu edhe me logjistik, edhe me shka ku pas nevoj, më kanë qëndru për mas, respekt, deri në vdekje kanë respektin tem. Ata më kanë respektu si veteran, po e kanë respektu edhe flamurin e UÇK-s. E kanë respektu edhe popullin krejt shqiptar, se na një qëllim e kena. Dhe më thonë e kena pasën luft edhe kena ta shumë luft, vesh me na liru që ata që lirimtar. Se në qofë se na denohen që ata që lirimtar, të gjithë, edhe populli shqiptar o denu. Kështu që na nuk lejojnë se ata jenë të mbajt pa fajshëm. Në hokë që 5 vjetë para burgin. Cili është mesazhi që kishe me ju dhënë qytetarëve që do të mblidhen sot në sheshin Skënderbej? Qytetarëve e kam një mesazh, se ka ku edhe 5 ora 6, sa ma shpejt do të vinë, edhe të dhojna një mesazh të fuqishëm, që na qëndrojna pas qëllirimtarëve, qofse është nevoja dhe jetën kena me dhamë për ta, se nuk lejojnë as qëllirimtarët me ravdenu. Derisa Beogradi ka bo masakra në Kosovë, ka dhunu femna shqiptare, ka vrarë fëmijë, edhe asnjë nuk ka mirë peshkive, pe paramilitarëve mu denu në Serbi, e neve me na i marë qëllirimtarët, na nuk do të nuk do të lejojmë. Kështu që
Unë besoj sa më shpejt na lirohen çlirimtar. Urojmë dhe ne. Pa fajshëm. Urojmë dhe ne agim dhe të na vinë sa më shpejt faqebardh. Faleminderit ty, të përgëzojmë për sakrificën që ke bërë për ushtrin çlirimtare të Kosovës dhe për ish-krerët e UÇK-s dhe për juve personalisht. Këta e kumë bo vetëm për ata që janë në hap, edhe për veterant e luftës çlirimtare, krejtërujeve shqiptare, se besoj që të gjithë e kena një qëllim, edhe këta janë gjendje me bo, me sakrifiku, edhe ma shumë se une kom kontakt dhe çdo minut me ta, po une këto kum dosh me marrë vetën, po kur une veterani, do me thonë e ku marrë kom të gjithë, do me thonë janë mas meje. Përgëzojmë dhe njëherë, Agim Pllashniku, faleminderit shumë, shkoft mbar dhe protesta sot në Tiranë.